Me një qëllim të tillë fisnik, ka nisur puna e vështirë për themeluar një festival. Ndërmarrja është e vështirë për një grusht burrësh në një qytet të vogël të Shqipërisë sonë me një ekonomi modeste. Duhen bërë bashkë 1001 gjëra. Fondet kosnerushme, njerëz profesionistë, vendet mjaftueshme për të akomoduar aq shumë miq, salla, transporte, teknik. Është një dasëm e madhe, dhe ndurët e dasmorët vijnë nga gjithë Ballkani. Është një festival ende i panjohur, e megjithatë njësoj grupesh nga vende të ndryshme ballkanike janë përgjigjur ftesës menjëherë. Organizatorët, me mbështetjen e Dhomës së Tregtisë Vlorë dhe sidomos nën kujdesin dhe përkushtimin e veçantë të bashkisë dhe kryetarit të saj zotit Shpëtim Gjika, i japin dorën e fundit masave organizative. Në mbrëmjen e 8 majit, në sheshin para portit detar qindra e mira njerëz janë mbledhur për të parë ndezjen e flakës poshtë 2 balonave të mëdha që tentojnë qiellin. Simbolika e balonave dhe flaka poshtë tyre janë thjesht një metaforë për nisjen. Festivali është një prelud i çeljes së sezonit turistik. Nga dot ndjehet atmosfera e festës dhe grupet e mbërritura janë ende në mbresat e forta të bukurive të këtij qyteti ende të pazbuluar, por që nesër do të jetë patjetër një nga më të bukurit dhe më joshësit e Mesdheut. Në mëngjesin e 9 majit, grupet rreshtohen për të nisur parakalimin e tyre përmes qytetit. Së bashku, midis 10 melodive ballkanike që kanë të përbashkët gëzimin e festës,